Një ngjarje e rëndë ka tronditur Prizrenin gjatë orëve të para të mëngjesit. Një grua 80 vjeçare është gjetur pa shenja jete brenda shtëpisë së saj, ndërsa bashkëshorti i saj 81 vjeçari, Bardhi Dushi, është arrestuar dhe ndaluar në ndyshimin për vrasje të rëndë. Por çfarë ka ndodhur në të vërtetë brenda kësaj shtëpie dhe çfarë kanë gjetur hetuesit në vend ngjarje? Këto janë detajet që dihen deri tani. Rasti është raportuar rreth orës 1:30 të mëngjesit në rrugën Rifatu Kimeri në Prizren. Pas alarmit në vend ngjarje kanë shkuar menjëherë njësitet policore dhe ekipi i urgjencës. Por për 80 vjeçaren Liza Dushi nuk kishte më çfarë të bëhej. Mjekët kanë konstatuar vdekjen e saj. Në shtëpi në atë moment ndodhej edhe bashkëshorti i saj, Bardhi Dushi. Sipas informacioneve të deritanishme, çifti ka qenë vetëm në shtëpi. Ajo që e bën edhe më të rëndë këtë rast janë lëndimet e evidentuara në trupin e viktimës. Sipas të dhënave të raportuara nga sinjali, gjatë ekzaminimit të jashtëm janë konstatuar lëndime që kanë ngritur dyshime se vdekja mund të ketë qenë e dhunshme. Madje sipas këtyre informacioneve, lëndimet dyshohet se janë shkaktuar me forcë fizike, përkatësisht me duar. Deri tani nuk ka të dhëna se në rast është përdorur armë apo ndonjë mjet tjetër. Pas ngjarjes në vendin e krimit kanë dalë hetuesit policor, ekipet e kriminalistikës, hetuesit e vdekjes nga Instituti i Mjekësisë Ligjore dhe prokurori kujdestar i departamentit për krime të rënda. Pra bëhet fjalë për një hetim të plot për të zbardhur se çfarë ka ndodhur në ato momente. Prokuroria themelore në Prizren dyshon se Bardhi Dushi e ka privuar nga jeta bashkëshorten e tij, duke ushtruar dhunë fizike. Pikërisht për këtë arsye ai është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës dhe më pas është ndaluar për 48 orë në ndyshimin për veprën penale vrasja e rëndë. Prokuroria ka bërë të ditur se brenda afatit ligjor pritet të kërkojë edhe caktimin e masës së paraburgimit. Por ka edhe një detaj tjetër që po ngreh pikpyetje. Sipas evidencave të policisë së Kosovës, nuk rezultoi në raste të mëhershme të raportuara të dhunës në familje mes çiftit. Pra të paktën sipas të dhënave zyrtare, nuk kishte një histori të raportuar më parë për dhunë në këtë familje. Ndërkohë trupi i pajetit 80 vjeçares është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, ku është urdhëruar obduksioni, dhe pikërisht obduksioni pritet të japë disa nga përgjigjet më të rëndësishme. Ai duhet të ndihmojë në përcaktimin e saktë të shkakut dhe mënyrës së vdekjes, ndërsa hetuesit do të përpiqen të rindërtojnë minutat dhe orët para kësaj tragjedie. Për momentin motivi mbetet i panjohur. Ajo që dihet është se një 80 vjeçare është gjetur e pajet në shtëpinë e saj në Prizren dhe bashkëshorti i saj 81 vjeçar është ndaluar në ndyshimin për vrasjen e saj. Por ajo që ende nuk dihet është se çfarë ka ndodhur konkretisht brenda asaj shtëpie gjatë kësaj nate. A ka pasur një përplasje mes çiftit, çfarë ka shkaktuar situatën dhe cili ka qenë motivi? Këto janë pyetjet që pritet t'u japë përgjigje hetimi. Deri atëherë duhet theksuar se Bardhi Dushi është i dyshuar dhe jo i dënuar, ndërsa përgjegjësia penale do të përcaktohet vetëm nga organet e drejtësisë. Hetimet vazhdojnë.